Në kohën kur asnjëra nga partitë politike apo koalicionet e mundshme nuk sigurojnë dot shumicën e dyfisht në parlament, prokuroria speciale do të vazhdojë të qëndrojë në këmbë të qelshta, pavarësisht se ligji për PSP-n vlen deri në vitin 2020, afati i kufizuar prej 18 muajve për ngritjen e akuzave. Sipas ekspertëve juridik do e mos të vazhdohet, pasi specialja përballet me një sër veprash të rënda kriminale, për zgjidhjen e të cilave ka nevojë për më shumë kohë. Megjithatë, sipas profesores Besa Arifi, një gjë e tillë mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshje të gjerë politike. Pa një konsensus të tillë politik, është shumë e vështirë edhe ky mandat të vazhdohet, për shkak se megjithatë do të pranohet ai interpretimi që ky ligj, pasi është sjell me 2/3 e votave, duhet po me të njëjtën shumicë parlamentare edhe të ndryshojë. Kështu që kjo i bie që duhet patjetër një ose një konsenzus i ri mes partive politike, ose një marrëveshje e re, ndoshta për Zhina 3, ose diçka tjetër, mirë, po megjithatë është me rëndësi që subjektet kenë një konsensus politik për ta vazhduar këtë mandat. Në mungesë të votave të nevojshme në parlament, sipas profesores Besa Arifi, një mundësi për zgjatjen e jetës së speciales do të ishte edhe funksionimi i saj në kuadër të prokurorisë publike. Për të bërë kjo, duhet bërë ndryshim edhe në kuadër të ligjit për prokurorin publike. Dhe një ndryshim i tillë është shumë më i lehtë se sa të ndryshohet ligji për prokurorin speciale dhe do të bëhet me një shumicë të thjeshtë parlamentare, ashtu si që kërkohet një shumicë e thjeshtë parlamentare edhe për të zgjitur prokurori publik shtetëror, domethënë në Maqedoni. Dhe në këtë drejtim, domethënë do të kishte mundësi shumë që edhe prokuroria speciale të kalojë, si të them, në një fazë tjetër dhe të inkorporohet pikërisht në një institucion të përhershëm shtetëror. Nga ana tjetër, edhe formimi i dhomave speciale në kuadër të gjykatës penale me qëllim të zhbllokimit të rasteve të speciales, sipas ekspertëve, nuk mund të realizohet pa 2/3 e votave. Në një situatë të tillë, ata sugjerojnë që politika t'i heqë duart nga gjyqësori, në mënyrë që gjykatësit të mund të funksionojnë pa presione.